Jam në pistën e aeroportit të Vlorës, i cili pritet të fillojë së shpejti. Pista është 3.2 km, më e gjata në Ballkanin Perëndimor për momentin. Është një pistë e cila parashikon uljen e avionëve 777-800 dhe Airbus 330. Mëtej është terminali. Kur fillon aeroporti Vlorës është pyetja kryesore, sipas ndërtuesve pritet të operojë me chartera në verë, por me operimin e plot 24 orë në ditë, 365 ditë viti do të fillojë datën 1 nëntor. Aeroporti do të ketë fluturime drejt vendeve fqinj, sidomos Italia, më pas Gjermania, Greqia, pra destinacionet e afërta dhe Bashkuarat e Amerikës, sepse kjo pistë lejon fluturime interkontinentale. Pritet që aeroporti të jetë funksional gjatë gjithë vitit, nuk është një aeroport lokal për verën dhe me një zonë tranziti që mund të lejojë ardhjen e pasagjerëve nga një vend të qëndrojnë në zonën e tranzitit pa hyrë në Shqipëri dhe të shkojnë drejt një vendi tjetër. Pista vizohet nesër dhe praktikisht nga vera, por nga data 1 nëntor, Shqipëria do të ketë një aeroport të dytë funksional që do të fluturojë drejt destinacioneve më të afërta dhe ato interkontinentale, nga aeroporti i Vlorës.